Dëshiron të flasësh anglisht rrjedhshëm? Mos mëso vetëm rregulla, zbulo sekretet për të folur me vetbesim dhe rrjedhshmëri. Mos e lodh veten duke mësuar vetëm rregulla gramatikore. Kështu e izoloni gjuhën dhe nuk mësoni se si të flisni anglisht në realitet. Një nga mënyrat më të fuqishme që të detyron ty të flasësh qartë me vetbesim dhe të fitosh rrjedhshmëri është të shpjegosh diçka në anglisht sado e thjeshtë të jetë. Ti mund t'i tregosh dikujt si ndizet kompjuteri, çfarë do të gatuash, çfarë bëre sot. Ndërtoni fjali të shkurtra. Rrjedhshmëria në anglisht vjen pikërisht nga fraza të shkurtra dhe të natyrshme. Për shembull, that's great, I see, më besoni që do të dukeni shumë modern kur flisni dhe të rrjedhshëm. Imagjino sikur po flet në telefon në punë. Automatikisht do të flasësh më qartë, më ngadalë dhe me vetbesim. Kjo do të ndihmojë të kontrollosh ritmin dhe të eliminosh turpin. Mëso një shprehje në ditë dhe përdore gjatë gjithë ditës tënde. Për shembull, no worries. Nëse e përdor shpesh, pas një kohe të shkurtër do të bëhet pjesë e jotja dhe do të tingëllojë shumë natyrshëm.